rajoni Mitrovicës, ndërkash flasim tani për një lajm të fundit. Numri i lëvizjes vetëvendosje raporton Gazeta Nacionale dhe numrat e disa personave në listën e kësaj partije janë shfaqur në disa letra të vendosura në për ambientet e Konsullatës së Republikës së Kosovës në New York të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, atje ku votimi për zgjedhjet e 7 qershorit tashmë ka filluar. Nacionale ka siguruar fotografi ekskluzive ku shihet numri 116 i VV-s dhe numrat e disa prej kandidatëve për deputet. Pashtu Nacionali ka mësuar se letrat kanë qëndruar të vendosura aty për mbi 5 orë, do thëtë në hyrje të Konsullatës së Republikës së Kosovës në metropolën amerikane në New York. Nuk dihet ende nëse autoritetet përkatëse janë njoftuar në lidhje me këtë veprim, njofton Nacionale. Theksojmë se votimi në ambasada dhe përfaqësi diplomatike ka nisur sot, pra kemi diskutuar edhe më parë, deri në orën 17 të mbrames do të votojnë më shumë se 27.000 persona, kosovarë dhe kosovarë me të drejtë vote, që janë regjistruar për këtë lloj të votimit në ambasadat dhe konsulatat, dhe natyrisht do ta presim edhe një përgjigje nga Ministria e Punëve të Jashtme dhe të Diasporës, e cila e mbikëqyr këtë proces, sidomos në ambasadat dhe në konsulatët e Republikës, ku nuk ka të drejtë për reklam politike askush. Dhe tani shkojmë, bartemi me drejt për drejt me sinjal